demokratike, pa funksionim të seksioneve është shumë e vështirë fitoria. Jam shumë dakord me ju Syl. Problem, pa diskutim që problemi organizimi është një problem kyç themelor i Partisë Demokratike. Por në të gjitha qarqet janë krijuar grupe dhe janë shpërndarë dhe ka nisur puna. Punë e cila do të vazhdoj gjerë në riorganizimin e plot, gjerë në analizën dhe organizimin e Partisë Demokratike. Pra, në qoftë se do të më pyesje unë shpalla cili do jetë misioni, por cili do jetë për partinë brenda saj detyra kryesore, organizimi. Dhe një organizim me dy qëllime. Së pari, një organizim që i përshtatet realitetit të krijuar nga ndryshimet e shumanshme gjatë këtyre dekadave. Së dyti, një organizim që synon përtritjen dhe angazhimin e vlerave të reja në Parti Demokratike. Dy pyetjet e fundit.